Rrethet e vogla në zonën veriore të Shqipërisë vazhdojnë të përballen me probleme infrastrukture, punësimi dhe mungesën e financimeve nga buxheti i shtetit. Përballë kësaj situate, një pjesë e njësive vendore po përpiqen të tërheqin investime nga donatorë të huaj. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, njofton. Ashtu si pjesa më e madhe e njësive vendore në zonën veriore të Shqipërisë, edhe Bashkia Vau-të-Dejes prej vitesh vazhdon të përballet me mungesën e fondeve për përmirësimin e jetesës së komunitetit të saj. E gjendur në aksin rrugor Shkodër-Puk, kjo bashki përbëhet nga 12.500 banor, gjysma të cilëve jetojnë në qytetin e vogël të Laçit, ku qëndet edhe hidrocentrali i Vau-të-Dejes. Faktikisht ka një 3 vjet e gjys, rreth 4 vjet që nuk kemi marrë asnjë investim nga shteti. Kemi qenë disa projekte në qeveri, në ministritë përkatëse për financimin e tyre, janë rreth 14 projekte dhe nuk kemi marrë asnjë financim. Por ne jemi mundu që të thithim fonde nga donatorët e huaj. Kemi punu shumë në këtë drejtim dhe kemi marrë disa projekte të ndryshme në vite. Pra, bëhen rreth 7 projekte të ndryshme që kena fituar me donatorët të huaj, ku investimet e qeverisë kanë qenë zero. Kryetari Marku thot se projektet e hartuar nga Bashkia Vau-të-Dejes janë financuar kryesisht nga programi Intercorporation i qeverisë zviceriane, por edhe nga një numër shoqatash të huaja që veprojnë në Shqipëri. Ai thot se zbatimi këtyre projekteve ka ndikuar në përmirësimin e jetesës në komunitet, megjithatë shton se bashkia ka nevojë për më shumë investime, sidomos për shkollat dhe strehimin. Nevoja më e madhe është për momentin është përfundimi i shkollës mesme, që u bë gangren të 7 vite pa u përfunu, njëkohësisht kemi edhe problemin e barakeve të metër nga hidrocentrali, të cilët janë të mulume me eternit, që janë burimi smunjes dhe kanceroze. Janë rreth 24.000 metra katror, ku ne kemi bërë një hesap, parafërsisht janë 1,5 milion euro për të zëvendësuar këto eternite. Po ta shihni në lagjën në krahun verior të qytetit, a komplet baraket e metën nga hidrocentralit ndërtu me qysh 67 mulume me eternit, jetojnë kushtet shumë vështira. Kryetari i bashkisë apelon për të ardhur në ndihmë banorëve që prej vitesh vazhdojnë të jetojnë në banesa ku rrezikohet seriozisht jeta. Bashkia Vau-të-Dejes ka në territorin e saj hidrocentralin e Vau-të-Dejes, një repart të forcave të armatosura si dhe stacionin hekurullor të Mjedës, por këto struktura, megjithëse përdorin territorin dhe shërbimet e bashkisë, nuk derdhin asnjë detyrim financiar në buxhetin e saj. Këtu në bashki kemi 3 ndërmarrje të fuqishme, ku është hidrocentrali që ka përmbyt rreth 7 fshatna, dhe kemi stacioni hekurullor ku ka zënë një sipërfaqe të konsiderueshme tokët në Mjedë që nuk funksionon fare, dhe kemi raportin ushtarak që është në qendër qytetit. Dhe të treja këto nuk paguajnë pothuajse asnjë taks. Hidrocentrali që është edhe fitim prurës nuk paguajnë asnjë taks, po kemi edhe në përgjigje me të për taksat vendore, sepse ne i shërbejmë. Edhe hidrocentralit i shërbejmë me raportin ushtarak për pastrimin, për heqjen, largimin e metroinave, edhe stacionit trenit që është një gangren që ka met një hapësinë boshe, edhe nuk funksionon asnjë. Unë ju bëj thirrje edhe qeveritare, po ja këtyre punonjësve që punojnë këtu, që drejtojnë këto numre, që t'i paguajnë detyrimet ndaj komunitetit. Nëse këto institucione do të përmbushnin detyrimet e tyre ligjore, atëherë sipas kryetarit Marku, bashkia do t'i shërbente më mirë komunitetit të saj, sidomos në drejtim të përmirësimit të kushteve të jetesës. Për Zërin e Amerikës, nga Vau-të-Dejes, Plum Sulo.